Dhe ja ku jemi bashkëdashur miq në pjesën e parë të emisionit Familja Jonë, siç e paralajmërova edhe në fillim, tash do të flasim për rëndësinë e analizave gjatë muajve të shtatzanisë. Shpesh ndoshta nuk i analizojmë gjanat e vogla se sa efekt të madh mund të kenë në jetën tonë. Një analizë gjaku, një pikë gjak mund të shpëtojë jetë, por mund të ndryshojë edhe procesin e komplet shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme që edhe ginekologu të rekomandoj analizat e duhura në kohën e duhur gjatë 3 muajve të parë, gjatë 3 muajve të dytë dhe 3 muajve të tretë, sepse dallojnë edhe zhvillimi i shtatzanisë në gjatë 9 muajve se çka kërkohet dhe çfarë është e nevojshme të bëhet. Normalisht që gjithmonë e dim që parimi është që çdo organizëm dallon nga organizmi tjetër, çdo nevojë për analiza është ndryshe nga organizmi tjetër, çdo grua përballet me probleme ndryshe nga tjetra dhe asnjëherë nuk duhet të bazohemi në çka ka kaluar dikush se do të kalojmë edhe ne. Ajo çka është e rëndësishme është eliminimi i rreziqeve. E kjo normalisht bëhet duke ndjekur këshillat në këtë rast të ginekologut dhe të biokimistit. 2 prej fushave të cilët janë esenca kryesore e një shtatzanie të shëndetshme. Një nanë të qetë, një baba të qetë dhe një foshnjë që po zhvillohet me të gjitha parametrat normal siç edhe parashikohet. Normalisht që këtë temë do ta flasim me 2 prej mikeve të emisionit Familja Jonë, doktoreshën Drita Kabashi, ginekologe, dhe doktoreshën Luljeta Etemi, specialiste biokimisë, cilat tashmë janë në studio me mua. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë, Sara. Shumë kënaqësi me ju pas në studio dhe me fol për një temë kaq të ndihshme. Po vërtet Sara, shumë ti veç tha fjalimin kryesor në realitet se sa është e rëndësishme, sidomos për neve ginekologëve, domethënë për zgjedhjen e shtatzanie të shëndosh të jemi asisoj. Çdo çift i cili vendos të krijojë familje dhe në atë moment ku del një test pozitiv, është një lumturi e veçantë për çiftin e ri. Edhe kuptohet që secila shtatzanie ka karakteristikat e veta. Të gjitha ato që një ginekolog i propozon dhe të gjitha analizat që ginekologu i propozon, kuptohet që propozon për një qëllim që në fund të rezultohet me një foshnjë të shëndosh. Duke filluar prej analizave kryesore, domethënë si fillim të shtatzanisë është për shembull një pasqyrë gjaku, ato që janë elementare, grupi i gjakut i cili është në kuptohet shumë e rëndësi, niveli antitrupave domethënë është shumë e rëndësi. Pastaj për shembull janë edhe disa, unë i propozoj edhe çdo shtatzanës edhe analizat e gjandrës tiroides, se e dim që gjandra tiroide është jashtëzakonisht e shprehur domethënë në Kosovë. Dhe për këtë arsye unë e kam parim që çdo shtatzane në vizitën e parë ti propozoj edhe analizat e gjandrës tiroides, se të gjithë e dim domethënë se sa është e rëndësishme dhe një tabletë thjesht domethënë mundet jashtëzakonisht shumë me ndiku në zhvillimin e foshnjës. Përveç asaj, janë edhe disa analiza tjera të cilat ndoshta jo rregullisht, po kishte me qenë shumë mirë mi propozu. Ndërto janë disa viruset, për shembull siç është citomegalovirusi, për shembull, siç është rubeola ose toksoplasma e tjera, sepse janë disa virusa edhe disa parazite që nëse shtatzana infektohet, sidomos në 12 javë të para, është rreziku jashtëzakonisht i lartë që mund të transmetohet domethënë atë foshnja, dhe kuptohet që secila prej tyre i ka pasojat në zhvillimin e foshnjave. Pasojat nuk janë një infekcion i thjeshtë me një mënyrë, domethënë pasojat mund të më shku deri te dëmtimit e shikimit, deri te dëmtimit e ndëgjimit, për shembull domethënë deri te dëmtimi i sistemit nervor, për shembull siç e bën rubeola në 90% rasteve nëse infektohet trimestrin e parë, domethënë janë me dëmtime të sistemit nervor, që do të thotë janë dëmtimet që janë me vërtet afatgjata për foshnjën, dhe të kuptohet që dhe pasojat në zhvillimin e foshnjës janë jashtëzakonisht të vështira.